të përshles Albano dhe të falenderoj për pyetjen. Skandali i madh që denoncoi Belin Kliçi, në fakt sepse kishte ndjekur me shumë dokumenta, është një dëshmi tjetër e madhe e implikimit direkt të Edi Ramës dhe familjes së tij në të gjitha kanalet e parave të zeza të vendit. Besoj se ju kujtohet kur u shkatrua stadiumi kombëtar, stadium me vlera të mëdha historike, me një fasad të njëjtë për arqitekt dhe më të njohur. Edi Rama bëri berru fesa ata gur dhe ato plakat fasadës do t'i rikthej siç ishin. Në vend të tyre riktheu kullën Kristaq Rama. Dhe dyqanet e pafund me Hanem Rama. Familjes tij të gjitha. Në një akt korruptiv të papërmbajtur. E vërteta është se Olsi Rama që me rikthimin e tij në Shqipëri u gjeti implikuar fuqishëm në xibrak, në drogën dhe me lojrat e fatit bashkë me Geron Xhafen. Por lukunia e tij nuk ka të ndalur. Ai erdhi me një grup ndër të cilin edhe të famshmin Gerti Haka dhe një Lumani, Shkelqim Lumani, me të cilët ai menaxhon kazinon e kullës Kristaq Rama. Në transaksione siç keni dëgjuar ju, toka që është ble me 320.000 euro është shitur pas 60 ditësh me 26 milion euro. Kjo mund të ndodhë vetëm në mbretërinë e Sultan Surrelit dhe në asnjë vend tjetër të botës dhe vetëm me familjarët e tij dhe në askën tjetër. Sigurisht që kjo do i dorëzohet skapit të partisë, por siç e din Albano, asnjë dosje që lidhet me Ramën dhe rrethin e tij, aty nuk ecën, aty bllokohen. Ndaj dhe rruga e vetme me që po më pyet është protesta dhe vetëm protesta. Mbeten qytetarët të thonë fjalën e tyre.